Përshëndetje të nderuar, po dua të flas sot vetëm me burrat. Edhe atë me burrat shqiptar. Pse? Po dua të flas mbi një fenomen, mbi një dukuri që neve na ka spikatur si shqiptar shekuj me radhë. Kush është ajo? Ajo është fjala e dhënë, ajo është besa, e cila neve na ka spikatur, karshit tjerve që kemi mund që themi se ne jemi shqiptar, kur ju kemi thonë ne jemi shqiptar, edhe nëse na kanë urrejtur dhe na kanë luftuar, një gjë nuk ka qenë e mundur të na e mohojnë, dhe ajo ka qenë besa, fjala, të cilën ne burërisht ja kemi dhënë dikujt dhe e kemi mbajt atë. Por sot çka përjetojmë, o njerëz? Sot përjetojmë të kundërtën, dorën ta jep, por besën e shkel. Edhe një herë, ta jep dorën, por e shkel besën. Çfarë shqiptari je ti që e valvit flamurin kur vin 28 nëntori, flamurin kuqezi? Po del dhe krenohesh, je shqiptari i madh, je patrioti i madh, je adhetari i madh, je kombëtari i madh. Po ti shan bre? Ti shan 24 orë. Nëse dikush i shkruan diçka në rrjetet sociale dhe ti në vend që të komentosh si njeri me dinjitet, si burr shqiptar me traditë të pastër, shqiptare, kombëtare, adhetare, të moralshme dhe njerëzore, ti del dhe shan. Dhe as pak nuk e bën hesab. A ja shan dikuj nënën? A ja shan dikuj motrën? A ja shan dikuj vajzën? A e në përkëm një familje të tërë? Në vend që të komentosh në mënyrë të njerëzishme, nëse ke di koka poshtë, di kokra që e ndajnë burin nga femra, atëherë komento bre si burr, si njeri i dinjitetshëm. Mos bre si kafsh, si pis. Ti me të vërtet, me pislëkun tënd, disa vet do ta klikojnë atë, sepse më shumë sot kemi pisa se sa që kemi burra të mirë. Edhe një herë, sot dominojnë pisat gjithandej, por burra të mirë shumë pak ka. Si ndodhi kjo që shqiptari, i cili deri dje i thonë të shqiptari tjetër, besa ime, konaku im, shtëpia ime, ushqimi im, strehimi im janë për ju. A e dini se në historinë tonë shqiptare të mirë dhe të pastër, kur ka ardhur misafiri, i është dhënë buka më e mirë, i është bërë bujti konak në dhomën më të mirë, i është dhënë ati kali më i mirë që ai ta kryej punën për cilën ka nevojë, i është vënë në disponim shtëpia e tëra, me gjithë familjarët, i është dalë në ndim, sepse besa kur i është dhënë, ajo është mbajt, ka qenë e preme, dhe nuk ka pas pislëke, nuk ka pas sharje, përveç se kur dikush e ka merituar, por ajo ka eskaluar pastaj, dhe ata edhe janë vra, për nder, për traditë pastër, por jo për pislëken a për rrjetet sociale. Nëse dikush i shkruan diçka, deklaron diçka, interpreton diçka, bën një analizë, dhe ti nëse nuk je burr, nëse nuk ke intelektualitet të mjaftueshëm, nëse nuk ke dinjitet, mos dil bre të komentosh. Dhe nëse ti komenton, komento në mënyrë përmbajtësore, në mënyrë kontekstuale, që do me thonë, ti e sheh një artikull, e lexon atë, nuk të pëlqen, nuk pajtohesh me deklaratën e tillë, me shkrimin e tillë, me një postim të tillë, po ti ke bre mundësi tjera të shkruash, ti ke mundësi 101.000 të kritikosh, të bësh analizë kritike, të shprehish mendimin tënd kritik. Kanali im, Hidayet Fetahi në YouTube, e mban emrin, titullin Islami është ndryshe. Islami është ndryshe, jo pse ka një islam ndryshe, ka vetëm një islam, por ka interpretime të ndryshme rreth islamit.
ka analizat të ndryshme. Prandaj, mendimi im personal kritik shkon në këtë drejtim. Pra unë shpreh një mendim kritik që është total halal, që është i lejuar nga Zoti, që është i lejuar edhe nga gjithë njerëzit e vullnetit të mirë dhe të moralshëm, por që urehet nga pisat. Dhe pisat dalën edhe nuk e ban hesab hiç se atë ndëgjon nana, atë ndëgjon bashkëshortja, vajza, nusja, çka bën? Sa ma fjalë të rënda, sa ma fjalë të pandershme përdoren dhe si quhet? Flamur, kushtrim, qëndrim, blerim, lulëzim. Ose Muslim, Ismail, Ibrahim, Qazim, ku ta di unë. Ose Mark, Luc, Gjergj, Panajot, Anastas. Se i kemi 3 fe ne, shqiptarët, i kemi 3 konfesione. Ortodoks, krishter, katolik, krishter dhe muslima. Por pisi është pis. Pisi nuk ka fe, pisi nuk ka komp, sepse pisi nuk ka dignitet. Sepse pisi është gilipter, është mangup o njerëz. Sepse pisi edhe nanën e vete e shan. Sepse pisi edhe motrën e vete e merr në përkam. Sepse pisi edhe vajzën e tij e merr në përkam. Sepse pisi, në qoftë se jepet mundësi, edhe kunatën e dhunon, e përdhunon. Dhe pisi del edhe të shan. Vetëm pisat e shkelin besën. Vetëm tradhtarët e shkelin besën. Vetëm mangupat, vetëm vrasit e shkelin fjalën e dhanë. Nuk e mban atë. Deklarohen, brohoritin, krenohen, bërtasen se janë patriot shqiptar. Por, vetëm me të ngritur një leck. Por në zemër, nuk është more shqiptar, nuk është more besimtar, po çka është? Gilipter, vagabond, hajdut, vrasës, plaçkitës, pis. Ne nuk jemi të gjithë intelektual, ne nuk jemi të gjithë akademik, ne nuk jemi të gjithë të një profesioni, ne nuk e kemi të zhvilluar intelektin njësoj të gjithë, ne nuk flasim të gjithë një gjuhë, ne nuk mendojmë të gjithë njësoj, sepse mbjellën në kokë këte, sepse Zoti i madhnueshëm, Zoti i gjithësisë, Perëndia, Allahu, ore si të dush quje, por instanca e cila na ka krijuar neve, si qenje, ashtu ka dash bre, që ne të jemi të ndryshëm, të kemi ide dhe mendime të ndryshme, por luftën e ka bë halal, që ta bëjmë me zvete, por në mënyrë kulturore, të edukuar, njerëzore dhe mbi gjitha të moralshme bre. Në qoftë se japëm dikuj besën edhe fjalën, ta mbajmë bre ato. Allahu thot në Kuranin fisnik, Allahu i don të sinqertët. Dhe i don ata të cilët fjalën e dhanë e çojnë në vend. Allahu e quan fjalën e dhanë në Kuran me termin amana, amanet, që na ka mbet neve, fjala amanet. Ja kam lënë amanet, ja kam lënë trashëgimi. Kujt? Atij që vjen pas. Ja kam lënë trashëgimi, amanet, pasurin, ja kam lënë dikushi, është i smur, ja lën amanet fëmin më të vogël atyre që janë më të mëdhej. Vëllezër e motra, vdes babaja po nana thot, ja u la amanet birin tim të vogël, vllaun tuaj të vogël, mos ma lëndoni, të ma doni, të ma ushqeni.
Pra, ti ja jep besën nënës, ja jep besën babës, që është i shtrim në shtratin e vdekjes, dhe i betohesh se do të shikosh vllahën e vogël, do të kujdesesh për atë, për motrën e vogël, që ta la jetim. Dhe ti në vend që ta qosh besën në fund, amanetin deri në fund, ta mbash atë, ti çka bën? Ti ja merr pasurinë vllaut, ja merr pasurinë motrës. E çka jeti? Nuk bën dobi, o njeri. Jo falja, jo luqja, jo Ramazani, jo zeqati, jo haxhi, jo umra, asgjë hiç. Ti do të ringjallësh bankrot. Ti do të ringjallësh lakuriç i zhveshur. Sepse Allahu të pajisi me moral, të pajisi me karakter të mirë, dhe ta dha rrugën që ti ta trasosh rrugën e drejtë dhe të mirë. Siratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim. Ihdina siratul mustaqim. Thot Allahu në Kur'an. Çka do, çka i bie? Të lutemi o Zot, na drejton në rrugën e drejtë. Dhe ti në vend që të shkosh në rrugën e drejtë, e merr rrugën e pist. Dhe je pis. Edhe ti lavdrohesh me çka? Me flamur. Jo, Marja. Lavdrohu me veprën e mirë. Sepse një shenjë, një simbolik kombëtare e ka gjithkushi në botë. Dhe kjo nuk është as pak e ndaluar. Nuk është e ndaluar as me libër të shenjtë, as me Kuranin fisnik, as me Teurat, as me Injil, as me Zebur, pra, as me Dhjatën e vjetër, as me Dhjatën e re, as me Psalmin, as me Kuranin. Nuk është e ndaluar që ti dhe unë të krenohemi me kombin që i takojmë, me gjuhën që e flasim, me trashëgimet tona që i kemi, me traditën tonë fisnike që e kemi. Kjo nuk është e ndaluar, kjo është e rekomanduar bile në Kuran, që ne të mburemi me atë që kemi, që na ka krijuar Zoti, sepse Zoti na ka krijuar shqiptar, evropian, dhe na thot në Kuran, bre, edhe ju hoxhollar efendiler, që keni filluar të vendoni shamia mbi kokësit kur të jeni arabie, e jeni shqiptar, ore të thot në Kuran, Zoti i madhnueshëm, ty dhe mua, ju kam krijuar juve nga një burr dhe një grua, dhe ju kam bërë në popuj e fise të ndryshme, që ju njëri tjetrin ta njihni. Në një vend tjetër në Kuran në thot, po të kishte dashur Zoti, do t'ju kishte krijuar juve një bashkësi, të kishit një fe, një religjion, por jo, ju ka krijuar në bashkësi, në komunitete të ndryshme, me gjuhë dhe ngjyrë të lëkurës të ndryshme, dhe me besime të ndryshme, që ju të keni respekt ndaj njëri tjetrit. Do me thonë, ne duhet pikëspari të sillemi me njëri tjetrin në mënyrë njerëzore, si njerëz, me respekt, me dinjitet. E tek pastaj të deklarojmë se jemi musliman, katolik, ortodoks, e kuta diçka, se jam shqiptar, frances, amerikan, gjerman, por këta janë të rendit të dytë, të rangut të dytë, nuk janë të rangut të parë. E rangut të parë është sjellja yte dhe imja, sjellja, karakteri, morali, dinjiteti, bre. Nëse nuk ke dinjitet, nëse je pis, nëse je hajdut, nëse je mangup, nëse je gilipter, nëse je kurvar, nëse je komargji, ore nuk të bën dobi xhumaja që e fal ti, nuk të bën dobi umreja që del dhe poston fotografi atje, kurse marrëdhëniet familjare ti nuk i respekton. Ti shkon në umre, shkon në hax, por kur ti ke manifestim familjar dhe ti nuk e thirr familjen e ngushtë në manifestim, e anashkalon atë, njënën pjesë të familjes ti e largon, e saboton, e mohon, e refuzon,
dhe absolutisht nuk ke turp, as para Zotit, as para njerëzve, as para familjarëve tjerë. E çka? Edhe ata familjarët, edhe ata e ulin kokën, ti i ke thirr, i ke ftuar ata ndjehen të favorizuar tani, dhe nuk qajnë kokën, se familjari tjetër me familjen e ti nuk është prezent. Nuk prishe mund me këtë, se ku ta di unë, do shta kam privat të adënise, qka kanë? Ti duhet të sherojsh këte. Atëherë je musliman, atëherë je besimtari mirë, atëherë je shqiptari drejt. Dhe i mirë ti, që feston, edhe që falësh, edhe që lutesh, edhe që i bën gjitha, për të ti parë njerëzit. Kurse zemra e kret të kalbet. Zemra jote është e kalbet bre, e zes, katran, e ngurt, si guri. Ti duhet t'i thush atë i zotënisë së shtëpisë, që bën manifestim, që fejon, që marton. Ti thush, ore, familjari nuk është tu, filani, i joni, i familjes. Ore, keni diçka me atë. Më trego. Jo mërë më trego. Dhe nëse del, se ajo është një bagatel, një banalitet, ti duhet t'i thush atë i në ftyrë, që të lash borxhin tënë si njeri, të lash borxhin tënë si familjar që Allahu të kërkon në Kur'an. Dhe Allahu të thot, kujdesuni për marrëdhëniet familjare. Po cilët familje? Sa vetëm ti ku të pëlqen qefi? Allahu për qef folën në Kur'an. Jo more, jo, më falni. Jo more, Allahu folën për dignitet në Kur'an, për drejtësi, për pastërti. Po ti nuk je i pastër nëse aty nuk ja ke bëu pyetjen, kurse ke qenë prezent në martesë, në manifestim, në fejesë. Dhe i ke pas e familjarin tjetër i ngusht nuk është aty. Dhe nuk i thua ati asnjë fjalë. Nuk ja bën ati pyetjen, zonjës dhe zotit të shtëpisë. Ore, po nuk e kemi filanin këtu? Me bashkëshorten, me fëmijin, me atë, çka ka ndodhur? Dhe në qoftë se ai apo ajo rrotullohet edhe bëhet vërdall, atëherë detyrohet përgjigjet, drejt përgjigjet. Do në të lash borxhin para Allahut, atëherë duhet veprosh kështu. Se nëse fëmia im i vogël nuk merr pjesë në një manifestim familjar, për shembull në një dasëm, në një martesë, të axhës së vet, të djalit të axhës së vet, dhe është e vogël, dhe normalisht nesër nuk i njeh kush janë ata. Ti do të arsyetohesh para Allahut me këtë. Me çka? Po Allahu do të pyet, pse nuk e thirrë? Pse nuk u kujdese për marrëdhëniet familjare? Pse nuk u kujdese për sejgjin? Për atë sejgjin, për atë nderin familjar. Pse nuk e thirrë? Po dasma qëmë për fëmijët e vogli, para së gjithësh. Për fëmijët e vegjël, qofshin ato vajza, qofshin çunat vogël. Por kur janë pyetje vajzat, është edhe mama interesant të jenë prezent në një darsëm, në një martesë, ku gratë lozin, luajnë valle, dhe ata i shikojnë, dhe rriten me atë traditë, dhe ti ke vepruar kundër. Nuk më ke thirrë mua, familjen time, fëmijën tim të vogël, ti familjari ngusht. Dhe pas kësaj, ku shkon ti? Shkon edhe kryen umren, edhe del poston fotografi atje. Ore, o hipokrita bre, o munafik bre, për ju shkruan Kurani, për ju. Për ju shkruan Kurani ku e shpalli surën El Munafikun. Ka sure bre për munafikët. Po munafikët nuk janë ata që nuk besonin. Gabime keni ju. Ju duhet të studioni Kurani. Sepse munafikët janë ata që shtireshin, që dukeshin si besimtar, që i banin ibadetet të ritualet e Zotit i qonin vend, por që ishin munafik, dhe Allahu për që ja bën profetit të tij të ditur, që të ketë kujdes para atyre, ja shpalli surën El Munafikun. Munafikët, hipokritët, janë besimtarët falco, sikurse që jetë ti.